mbështetës i Partisë Demokratike nga vitin 92. Fatkeqësisht, antari i Partisë Demokratike për pak muajsh. Kjo fal mbështetjes së zotit Kolliçi. Pasi Partia Demokratike mua, njerëzit e mi dhe të gjithë njerëzit si ne e ka harruar. Prej shumë kohësh. E thash këtë hyrje, jo për të bërë viktimën, po për të treguar juve zoti Berisha, përfaqësuesve të Partisë Demokratike, që këto lloj ngërçesh janë problematik shumë e madhe tek shqiptarët. Sepse neve jemi pak hatërli, na mbet hatri për shumë gjëra. Dhe nëse nuk na plotësohen këto gjërat, në thonjë za plotësim, fillojmë kemi këto çedimet tona. Unë jo. Po shumica e njerëzve këtu në lagjen time, për unë kam 40 vite, kanë rrëshqitur nga pak nga mos kujdesja e njëjit apo tjetrit në Partinë Demokratike. Kandidati Mançurian, i cili fatkeqësisht është kryeministri i këtij vendi, nuk le që të shpëtoj qime ke këto gjona. Në rastin tim dhe në rastin e shumë njerëzve si puna ime, nuk do kishe prit fare që unë të merrem mikrofonin ose të shkoja via tek forca politike, por ai me patronazhistët e tij na ka numëruar dhe numrat e kputëve. Kështu që unë duhet t'ju them juve zoti Berisha dhe Partisë Demokratike, të cilën unë vërtet mbështes që nga 92-shi. Do të kemi fuqinë që t'ja ndezim njerëzve, domethënë shpresën për të ecur përpara për mirë, sepse shpresa ka vdekur. Ka vdekur totalisht. Domethënë reforma territoriale, burgu, Vatikani e tjera, pa dashur të ofendoj askën nga parafolësit absolutisht asgjë. Nuk e vjen njeriu ujin në zjarr për këtë. Neve duam të ngrehet të rindizet shpresa. Timi prapë me atë flakën e vitit 92. Faleminderit. Shumë faleminderit. Njërë të falenderoj në mënyrë të posaçme për mbështetjen që i ke dhënë Partisë Demokratike nga 92-shi deri sot, të falenderoj me shumë mirënjohje. Por të falenderoj gjithashtu për çështjen që ngritë, që është një çështje shumë thelbësore për ne. Për secilin nga ne këtu. Dje, unë pata takim me një grup të rish. Demokrat, ata dhe të aktivizuar. E pyesur, i them tani më thoni ju mua, çfarë duhet bëjmë ne që të tërheqim më shumë të ri? Paka shumë që është të vërteta. Ai në një formë pak më ndryshe po paraqiti këtë problem që i thoni ju. Ne duhet jemi të hapur miq. Ne në këtë mision më jetikun, ju them unë ju, është më e rëndësishëm se 91-shi. Është më e rëndësishëm. Ta kemi shumë të qartë, sepse 91-shi ishte një sistem domino. Edhe Miloševići e mbajti sa mbajti po iku. Duhet them, nuk e mbanin dot ata në vazhdimsi. Kurse sot, ky është sistemi më rrezikshëm që kanë patur shqiptarët për ekzistencën e tyre. Ne kem nevojë të afrojmë çdo qytetar të ndershëm. Ne kemi nevojë t'ja u them këtu haptas, të ndahemi me çdo njeri që përdor këtë parti për interesat e vetës tij. Po, ju them ju. E do të them haptas. Këtu në gjykat zhvillohet një gjyq. Në gjyq shkon socialiste e thekur nën kryetare Bashkisë Tropojës. Ajo ka ndërtuar një urë. Ka ndërtuar një urë në fshatin afër shtëpisë motrës vet. Edhe ka paditur komuniteti. Edhe asaj i kanë hapur. Po nga ana tjetër, këshilltari im,
asfalton rrugën 1 kilometër te klubi i tij. Dhe pastaj del dhe bën teorira. Nuk është këshilltar imi në këshilltar rrethi, këshilltar bashkiak. Me këta do ndahemi ne. Do ndahemi ne. Po, ne duan njerëz idealist. A duan njerëz të cilët, si të më tha i riu dje. Unë tha, doktor tha, unë e dia tha që printe mi tha do mi shinin me të keq studentaj. Printe mi tha do të mi intimidonin, do të mi kërcënonin dhe mi bën tha. Po unë tha nuk u ndava. U thash prinde u do përmbush detyrat që kam. Ndaj dhe do të hapemi. Na idealistëve, ndaj mbështetësve. Është detyrë e jona, është mision ky. Ne do të përmbushim të mision duke marrë me vete, duke afruar njerëzit më të mirë. Njerëz me vlera. Sot kisha nxyrë një tjetër. Jo, më tha, unë tha kam sipërmarrje. Edhe me 2 djem të punoj. Po çop të bëhet, unë nuk devjoj, nuk lëshoj kur nga ato që besoj. Dhe është shumë e rëndësishme kjo për ne. Edhe njerë mos harroni, shqiptarët nuk na treguan vendin ne. Jo, nuk na hoqë nga skena. Mund na hiqti. Edhe kjo është një detyrim shumë madhor. Yni ndaj tyre, ndaj besimit tyre. Reforma territoriale, shumë drejt se më shkau pyetja. Tani, çfarë kanë normen të bëjnë këta? Këta kanë normen të zbresin tek 28-30 bashki. Që ta di. Dhe kjo platformë është absolutisht e çpopullimit të shqiptarëve. E çpopullimit. E azjesimit të gjitha shërbimeve për ta. Edhe ky thot, ja, merr një diellën, merr një Albania. Një charlatan. Pra, në qoftë se ne, mirë po nga ana tjetër, themi i hapur pse këtu flasim, ne kemi një presion real nga njerëzit tanë që ne do të jemi në reformë, sepse me të drejtë thonë që kur u bëhe para, Partia Demokratike bojkotoi. Çfarë do bëjmë ne tani? Ne do bëjmë projektin tonë. Dhe do e paraqesim ju dhe gjithë shqiptarëve. Do e paraqesim dhe në komision, sigur se ne s'kemi vota. Por ne do sqarojmë të gjithë qytetarë shqiptarë se cila është ndarja jonë territoriale. Në interesin, si të gjykojmë ne, në interesin më të mirë shqiptarëve. A do e pranoj Edi Rama? Jo, nuk pranon. A y tani nuk pranon asgjë tjetër, sepse e din, e ka kuptuar qartë se po shkon i sigurt drejt fundit. Nuk pranon. Ai është i tmerruar. Është në një tmerr që e pasqyron sa herë del para jush nuk e fshet dot më. Kjo është historia e reformës territoriale. Dhe reformën zgjedhore ne do përgatisim. Nuk pranon ai. Ju them unë ju. Nuk pranon, sepse një njeri që vendos të shkel, të mos pyes për normat demokratike, për parimet demokratike, ai nuk pyet për asgjë pastaj. Ne do paraqesim, ne do të hartojmë programin tonë, kodin tonë, ndryshimet që ne do të duhen të i konsiderojmë domosdoshme, do i paraqesim para jush, do i paraqesim para shqiptarëve, do i paraqesim komision. Kjo është e gjithë historia. Faleminderit, doktor. Vijoj me pyetje të tjera.